Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po vazhdojmë të takohemi në kanalin Monitor TV. Këtë herë për t'i dhënë pak fokus dhe për të komentuar daljen e parë publike pas përfundimit të Big Brother VIP Albania të një nga banorëve të asaj shtëpie, apo më konkretisht njëri nga finalistët, Laert Vasili. Ju jeni dëshmitar të finales së madhe, patë që atë natë që Laerti nuk u ndje fare mirë. Unë ndjet tepër i ofenduar, unë ndjet tepër i neglizhuar dhe kishte hyrë me qëllimin që të nxirrte nga banka apo të shpëtonte banesën në të cilën ai jeton. Dakord. Por unë jam i mendimit që të gjithë banorët, të cilët ishin pjesë e formatit të Big Brotherit, nuk kanë hyrë aty për qef. Kanë hyrë secili për hallet e veta, kanë hyrë secili për dertet e veta dhe normalisht secili dëshironte që të fitonte. Laerti është shumë i prekur që Top Channel, atë kuptova unë nga intervista që dha Laerti, e ka marrë, e ka përdor, ja ka humbur kot 4 muaj, se Laerti tha unë hyra aty brenda, humba 4 muaj dhe çfarë fitova më pas. Nuk është tha vetëm s'agapao Laerti. Unë tha s'agapao Laerti e kam në shtëpi, por nëna ime më sheh në sy çfarë të bëjmë tash me banesën, si do ta shpëtojmë. Dhe Laerti ka qenë shumë i bindur ose ka patur një premtim të mëhershëm të produksionit që ndoshta i kanë thënë Laerti që futu në shtëpi dhe ne do të sigurojmë fitoren e Big Brotherit dhe ti do të jesh i fituar në këtë pikë të lojës dhe do të fitosh banesën, dhe tha kur unë zbrez nga makina, më thon ti je fituesi moral, ndërsa fitoi i pashkolluari, fitoi i pamoralshmi, fitoi njeriu i cili nuk dyti fjalë dhe nuk fiton ti. Tani unë mendoj që publiku shqiptar nuk vlerëson gabim. Ky është mendimi im. Unë mendoj që publiku gjithmonë është gjykuesi më i mirë i gjërave dhe vlerëson atë që duhet vlerësuar. Laerti kishte një shtëpi për të shpëtuar dhe më vjen shumë keq që ka një fat të tillë, por edhe Gjesti kishte një shtëpi për të ndërtuar. Domethënë që të dy banorët kishin qëllime të njëjta, që të dy luftonin për të siguruar bukën e gojës së jetën e tyre. Dhe në këtë rast, mendoj që Laert Vasili nuk e pati të organizuar bukur, për mendimin tim, atë personazhin që do ndërtonte brenda shtëpisë së Big Brotherit, sepse Big Brother është një lojë që nuk ka nevojë vetëm për intelektualitet, po ka nevojë edhe për lojë, ka nevojë edhe për energji, ka nevojë edhe për strategji, ka nevojë edhe për një personazh të ndërtuar në imagjinatën tënde dhe jo për një vërtetësi, dhe jo më kot është një reality show, dhe jo më kot e mban emrin e një lojës. Unë mendoj që pa marrë parasysh që Laerti tash më del publikisht edhe ofendon në një farë mënyrë sepse i vjen inat që nuk ka fituar dhe në anën tjetër Ozana Radi del dhe e thot realitetin që ishte një përzgjedhje e dur, unë mendoj që kjo është e gabueshme, sepse banorët kanë nënshkruar ca kontrata. Laerti nuk është i dalur pa lek nga kjo gjë, jam shumë i bindur për këtë gjë, dhe mendoj që në bashkëpunim me produksionin e Top Channelit, Laerti mund të heqën këtë stresin që ka në jetë të shpëton banesën e tij nga banka. Dhe gjërat ndryshuan, produksioni luftoi për një lojë të bukur dhe këtë lojë arriti. Gjesti është i fituari i publikut, edhe pse Sidorela ja bëri një pyetje Laerti duke i thënë që a do ishe rikthyer edhe një herë. Laerti tha kur në jetën time, lashta pezull 2 vepra të mëdha që tha unë duhet të bëj dhe humbja gjithçka. Domethënë Laerti flet për karrierën e tij dhe i quan dështimin më të madh hyrjen në shtëpinë e Big Brotherit, por njëkohësisht edhe nuk e mbështetën për zgjedhjen e Gjestit. Si e komentoni ju qëndrimin e Laertit në këtë pikë?